Atëherë, unë kam dy lloj informacioni. Atë informacioni që e kemi shkresor, që e kemi të gjithë, dhe kemi informacion në mënyrë se si gjejmë neve lajme me gazetarët, po, informal. Unë nuk shoh ndonjë gjë të jashtëzakonshme në gjithë këtë histori. Ajo që duhet dhe unë ta nxjerr këtë në fund kur thoni nuk shoh gjë të jashtëzakonshme, çfarë do të thotë? E jashtëzakonshmja në gjithë këtë histori, pesha e gjithë gjës. Nuk është a ka përgjigj Spaku apo s'ka përgjigj Spaku. E gjithë pesha është pse Spaku duhet përgjigj gjykatën kushtetuese. Pse ne duhet të dyshojmë te këto njerëzit që janë njerëzit më të pushtetshëm, ndër më pushtetshmit në vendin tonë, njerëz që mund të rrëzojnë qeverinë, njerëz që japin vendime të cilat ti nuk i prek dot më në jetëve. Si ishte ta zëm vendimi për ndarjen e detit me Greqinë apo etj. Pra, pse Spaku duhet të shkojë te këto njerëz? Ky është problemi më i madh. Po atëherë nga çlexohet nga ai dokumenti që juve publikuat si media, ka pas dyshime, sepse në vendimin për zhvleftësimin apo jo të përgjimeve të bëra nga SKECC, janë kimuar nga disa persona që së shumti janë brenda, janë pas hekurave me akuza shumë të rënda, filluar nga këto përgjime, sigurisht mund të jenë ato pasuruar me prova të tjera, të cilët janë të interesuar ashtu si në gjithë botën, pra nuk është bërë vetëm në Shqipëri kjo gjë, është bërë dhe në vende të tjera ku ka pas një problematik të tillë, janë zbuluar këto përgjime, pra të themi në Gjermani, në Francë etj. Janë ngritur personat e goditur dhe janë munduar që t'i zhvleftësojnë. E njëjta gjë u bë edhe në Shqipëri. Sigurisht gjykata shqiptare nuk mund të dilte nga vendimet që janë dhënë njëra pas tjetrës në gjithë Europën pro. Por kishte një problem. Pra ishte vënë re sipas gjithmonë asaj dhe burimeve të mia që kam. U vure një problem. U vure ndërhyrje shumë e fortë që këtë nuk e ndryshojmë dot, sepse gjithë Evropa ka bërë kështu. Por hajt të rregullojmë diçka në përreshta. Dhe unë në këto burimet e mia më thonë që nga ajo çfarë është ka ndodhur në gjatë zhvillimit të gjyqit, se ka pas një gjyq për këtë punë. Dhe ajo çfarë është në vendimin përfundimtar, ose që do dalë në vendimin përfundimtar, është tentuar ose është bërë realitet të hiqen ca gjëra, ose të rishkruhen, ose të bëhen ndryshe. Me qëllim për të zbutur X person apo Y person. Kjo është problemi që ka dalë. Ato, Spaku ka marrë shkas për këtë. E para e ka të ligjshme. Është e ligjshme ta bëj përgjimin. Po pse është e ligjshme? Sepse është e parashikuar. Ata s'mund të jenë gjykatësi, kushtetuesi s'mund të jenë të përveçëm në këtë shtet. Po sigurisht është e ligjshme. Po. Kur ka dyshime, po. Janë qytetarë si gjithë tjerët. Kur ka dyshime se ata po bëjnë një gjë të tillë, të cilën unë thash, është e ligjshme sepse e parashikon kushtetuta. Që Spak pra nuk mund të jetë askush, nuk është presidenti i Republikës. Po mirë, në përgjigjen që ka kthyer Dumani që e mohon, këtë e ka bërë sepse nuk i lejohet edhe një herë të tregojë të vërtetën apo? Ai nuk thot s'kam bërë përgjime. Ai është përgjigjur institucionalisht. Po pra. Që unë nuk ju jap juve llogari, sepse më ndalon dhe ligji, nuk jap palëve të treta institucioneve që se kush janë subjektet të procedimit penal. Ai ka mohuar që jo, ai thot nuk, më fal. Tjetër gjë, ju më pyesni mua ke bërë përgjime dhe unë them që s'të jap përgjigje për këtë. Unë s'të kam dhënë përgjigjen që unë kam bërë apo s'kam bërë. Unë t'jap përgjigje që për këtë s'të jap se më ndalon ligji. S'të jap. Kaq, ka thënë asgjë tjetër. Po mirë, kur ja ndalon ligji, Holta Zaçaj nuk e njihte ligjin që i kërkoi ti thoshte nëse ka të vërtet këtu apo jo? Këtë nuk e di. Unë po nuk e di këtë pjesë, nuk e di këtë pjesë. Ndërkohë, ju po thoni që është e ligjshme që këta të përgjohen. Okej, po tani këta edhe nuk
nuk e kërkojnë dot edhe të drejtën për të kundërtën, se sa kohë këtë ja bën spaku. Se kuptova. Ku të shkojnë këta? Domthon sa kohë që këtë gjën e bën spaku, ku ta kërkojnë ata të drejtën për të kundërtën e kësaj? Kush duhet kërkojë të drejtën? Antarët e gjykatës kushtetuese. Ku të shkojnë ata për të pretenduar mbi këtë çështje? Po nuk kanë ndonjë të padrejtë kur gjithçka është e bazuar në ligj. Çfarë të padrejtë ka? Është e bazuar në ligj. Nëse ka spak dyshime të arsyeshme, po. Atëherë të thotë cilat janë këto dyshime të marrë në hetim se dyshimet e arsyeshme. I ka thënë dyshimet e arsyeshme. Janë dy. Indicio që i kanë dhënë si thua në mënyrë. Atëherë janë në hetim këta pra. Një sekond. Indicie nuk janë në hetim. Po indicie hap dhe hetim. Dhe e dyta fakti që pas 30 ditësh nuk është zbardhur vendimi. Pra janë dy gjëra që ata i shohin dhe i peshojnë, sepse nuk e ka marrë një prokuror i vetëm këtë. E mbledhur gjithë ata për ta marrë këtë vendim. S'është kjo në dorën e një prokurorit vetëm për të bërë. Pra, ata kanë pas dyshime që po bëhet diçka. Këto kanë qenë të arsyeshme dhe ata fillojnë me hetimin. Nuk ka ende person hetim. A dini që për Olta Xhaçkën dhe për historinë e pjesës së ushtrisë ka 4 vjet që bëhen hetime dhe po ti pyetësh tani spakun thotë nuk ka ende person në hetim. 4 vjet. Po dakord, pra antarët e gjykatës kushtetuese kanë në dorë vendimarrje shumë të rëndësishme. Po them nuk bën përjashtim, janë qytetarë si unë dhe si ti. Po përpara ligjit dhe përpara një vepre penale janë një lloj si unë dhe si ti. Po mirë, pra a duhet bërë transparencë çfarë kanë bërë këta, çfarë dyshohet se kanë bërë? Ja u ka them pra. A duhet nisi hetim që të shkohet ose tek pafajësia ose tek fajësia, se këta vazhdojnë të marrin vendime të rëndësishme. Vazhdon hetimi. Edhe nuk shkon kjo gjë. Vazhdon hetimi. Besoj se vendimi i zbardhur do nxjerrë. Do pushoj këtë hetim apo jo? Nëse vendimi i zbardhur nuk ka dyshim që ajo që është prodhuar në seancë gjyqësore është paraqitur aty, atëherë s'ka besoj vend më për hetim. Ndërpritet hetimi. Nëse vendimi i zbardhur ka probleme, ka gjëra që u thanë për seancat gjyqësore apo ku di unë se si bëhet atje, se s'e kam ndjekur dhe se di se procedurën. Pa bëhet përgjimi pa vendim gjykate? Po bëhet pra si s'bëhet. Po si s'bëhet, po bëhet, është bërë ky vendim. A është bërë kjo pa vendim gjykate? Po a bëhet, a duhet bërë, them unë se që është bërë, po. Bëhet pa vendim gjykate. Atëherë kështu janë subjekt të gjithë pra, pa përjashtim. Po sigurisht. Okej.